Turizmi kulturor në Shqipëri po përjeton një bum të vërtet. Nga janari deri në shtator të vitit 2025, vendi ka regjistruar një rekord prej 1.259.774 vizitorësh në destinacionet kulturore dhe historike, duke shënuar një rritje prej 57%, krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në krye të listës së vizitave qëndron Parku Arkeologjik i Butrintit me 257.670 vizitor, i ndjekur nga Kala e Gjirokastrës me 253.407 vizitor. Interes të lartë kanë shfaqur turistët dhe për Parkun Arkeologjik të Shkodrës, Muzeun Kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu në Krujë, si dhe Parkun Arkeologjik të Apollonisë. Këto shifra dëshmojnë jo vetëm rritjen e turizmit në vend, por edhe rritjen e ndërgjegjësimit për trashëgiminë kulturore, rëndësinë e promovimit të saj. Autoritetet synojnë që në vijim të vitit 2025, këto numra të tejkalohen edhe më tej, fal investimeve dhe përmirësimit të infrastrukturës turistike dhe kulturore. Krahas numrit rekord të vizitorëve, kjo rritje reflekton gjithashtu punën e vazhdueshme të institucioneve kulturore dhe turizmin të përmirësimin e shërbimeve, guidave turistike, promovimit digjital dhe aksesit më të lehtë në destinacionet kryesore. Një rol të rëndësishëm kanë luajtur dhe investimet në restaurimin e monumenteve, rivitalizimin e muzeve dhe digitalizimin e informacionit për vizitorët. Po ashtu, aktivitetet kulturore, festivalet tradicionale dhe ngjarjet artistike në zonat historike kanë ndikuar ndjeshëm në tërheqjen e turistëve vendas dhe të huaj. Shqipëria po kthehet gjithnjë e më shumë në një pikë referimi për turizmin kulturor në Ballkan, duke e vendosur trashëgiminë historike dhe arkeologjike në qendër të zhvillimit ekonomik dhe identitetit kombëtar.